Jam Zana e yjeve dhe e ylberit dhe sot do vazhdojmë me prallën e dytë nga libri 366 pralla për ty, një për çdo natë. Pralla e zhgënjimit, një nga emocionet më të rëndësishme për të gjithë ne shqiptarët që jetojmë kudo në botë, të mëdhenj dhe të vegjël. Dikur në një fshat të qetë ku malet flisnin me erën, jetonte një vajzë e vogël që quhej Lina. Lina kishte një zemër të pastër dhe besonte çdo njeriu me gjithçka që kishte brenda saj. Por një ditë dikush i preu besimin dhe me zemrën e saj u krijua një re e rëndë zhgënjimi. Ajo ul pranë një peme të vjetër dhe pyeti veten: pse më dhem kaq shumë kur besoj dhe zhgënjehem? Pema që kishte parë shumë stuira në jetë i foli butë. Zhgënjimi nuk vjen për të të thyer, vjen për të treguar se kujt t'i japësh zemrën dhe kujt t'i japësh dhe të vendosësh kufinj. Lina ngriti kokën. Në atë moment e kuptoi se zhgënjimi ishte mësuesi i eshtur që i tregonte kush e meriton praninë e saj, kush jo, dhe se vetja e saj duhet ishte gjithmonë vendi i parë ku kthehej. Ajo mori frymë thellë dhe reja e rëndë u tret dal nga dal. Në vend të saj u shfaq një dritë e vogël që i tha: nuk ishte faji yt që besove, ishte forca jote. Sinqeriteti, dashuria dhe besimi janë virtyte të shtrenjta në jetë. Dhe që atë ditë, Lina e mbante zemrën e hapur dhe aktivizoi shkopin magjik të saj, si të nerajves të yjeve dhe të ylberit, që të lironte këtë ndjenjë të rëndë që kishte në shpirt. Gjithashtu, hapi zemrën dhe i tha vetes së saj që do jetë pranë për ta mbrojtur veten me mençuri, sepse e kuptoi se zhgënjimi nuk ishte armik, ishte thjesht udhërrëfyesi që i tregonte të shkonte drejt vetes të saj. Çfarë mësojmë nga kjo prallë? Mesazhi i kësaj pralle: zhgënjimi nuk është ndërshkim, ai vjen të kthyer tek vetja, për të treguar se kur ke dhënë shumë, aty ku nuk ishte tokë të mbante dashurinë tënde. Zhgënjimi të mëson të dallosh kush të do vërtet, kush të vlerëson, kush të dëgjon dhe kush nuk meriton më energjinë tënde. Mos haro se forca jote është që je njeri që beson. Dhurata jote është që zemra jote hapet sërish. Tani në fletoren e të gjithave këtyre që mban shënim të ëndrave, shkruaj këto pyetje reflektimi edhe kthej përgjigjen. Ku e ndjen ti zhgënjimin në trupin tënd sot? Shikoj ku ke një bllokim në këtë moment. Çfarë ishte pritja ime e vërtet që nuk u përmbush? Çfarë prisnje dhe nuk u realizua? Nga cilët njerëz kam pritur më shumë se sa ata mund të më japin? Shkruaj. Çfarë kufiri të ri më thret zemrat të vendos?
Si do ta trajtoja veten si kur t'isha fëmia imi vogël i lënduar sot, dhe kjo është për ty fëmijë, dhe për ty nanë, baba, që u rrite pa ndjerë dhe pa pranuar ndjenjat e tua dhe zhgënjimin. Dhe tani ushtrimi tjetër, vizato zhgënjimin ashtu si të vjen, me ngjyrën që ti dëshiron dhe lere veten të lirë. Si të duket, çfarë ngjyre ka, çfarë forme mban zhgënjimi, sa peshë ka. Pastaj, vizato veten tënde të shëruar pranë ti, me dritën tënde, me kufijtë e tu, me urtësinë tënde. Dhe në fund, vendos një vijë mes dy vizatimeve, nga e vjetra drejt së re's. Nëse dëshiron, mund të më dërgosh vizatimin tënd tek telefoni 0030 699 321 46 37 dhe unë do të kthej përgjigje ku është pesha jote më e madhe dhe në bazë të ngjyrës që ke vizatuar do marrësh dhe ti përgjigjen. Dhe tani rituali i çlirimit, të zhgënjimit, mbylli syt ngadalë, veri dorën në zemër, aty ku qëndrojnë emocionet dhe në shpirti, merr frymë thellë, mbaj 2 dhe lësho 6. Bëj këtë ushtrim të paktën 5-6 herë. Dhe pastaj thuaj, e ndjej dhimbjen dhe e pranoj atë dhimbje që të solli zhgënjimi. Imagjinoje tani zhgënjimin si një re përpara teje. Frymo ngadalë dhe thuaj, unë të liroj zhgënjim, e mora mësimin, nuk të mbaj më, ti nuk ishe këtu armiku im, ishe miku im, sepse më mësove të vlerësoj, të dua veten dhe të vej kufin në njerëz që më marrin energjinë dhe më zhgënjejnë dhe kthej besimin tek vetja jote dhe të shikosh që çdo gjë do shkoj mirë dhe thuaj fjalët. Unë, thuaj emrin tënd, jam gati për njerëz që më nderojnë, më dëgjojnë dhe më duan, sepse unë e para i pari dua vlerësoj dhe veten time. Kjo ishte pralla për sot, me të gjithë ushtrimet, reflektimet, mund të mbani shënime, mund të më dërgoni në telefonin që ju thash më parë dhe jam këtu për të gjithë ju në qoftë se doni punën më të thellë me ndjenjat tuaja. Jam Erita Cake, terapiste energjetike universale, mësuese, trajnere, autore librash për zhvillimin personal dhe gëzimin kolektiv. Meriton gjithë dhuratat e Zotit. Nuk erdhëm të mbijetojmë, por të jetojmë. Dhe për mua, ndjenjat janë shumë të rëndësishme për t'i liruar. Prandaj pranoj dhe liroj për një jetë më të bukur. Ju uroj të keni një ditë të bukur. Ju dua shumë dhe shpërndajeni këto video dhe me shokë e miq. Shkruani në TikTok, në YouTube dhe shtypni zemrën në qoftë se ju pëlqeu kjo prallë. Pres dhe mendimin tuaj si ju duket kjo rubrikë e re që ka filluar. Më ndihmoni që të kem kurajo që të bëj sa më tepër video dhe për ju. Ju dua shumë.